Më thoni cila pjesë e shoqërisë sot në botë është ideale. Më jepni një që edhe të amerikanë që e kishin mendjen sepse është normale, demokracia, sistemet nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë, sepse nuk janë njerëzit të dhënë nuk janë njerëzit të përsosur. Në një moment caktuar mund të ju mund të keni ndërtuar një mision shumë të mirë të shëndetshëm, në kryet aty misioni për një arsye apo për një tjetër vjen dikush që ka mendim krejt të ndryshëm dhe e çbën mision ose së paku e frenon, e ndalon etj. Jo më procese të tilla që janë në ngritje sipër. Po mos harrojmë një gjë. Ne kemi ndërtuar mision. Kemi bërë dhe një pastrim ai sa mund të bëhej brenda sistemit. Duke si po vjen dhe një breziri brenda sistemit duke zgjeruar më shumë numrin e prurjeve në shkollën magjistraturës etj. Po mendësia, kultura, është ajo që ka shoqëria. Shiheni shoqërinë, reflekton shoqërinë. Kjo është një cikël që duhet bërë. Ne deri më sot e kemi konsideruar gjyqtarin apo prokurorin sistemin si zgjatimi i pushtetit të radhës. Sot shoqëria duhet filloj të ndryshojë, të kuptojë që ky është një pushtet më vetë i domosdoshëm për të gjithë, i nevojshëm që të jetë i tillë, i pavarur, funksional për të gjithë. Ndërkohë mos harrojmë që ne ndërtojmë një shtëpi, sado e thjeshtë, sado e vogël që ka, dhe të merr muaj të tërë. Jo më të ndërtosh një sistem të tërë dhe të mos ketë dhe të mos sjelli procesi problematika të tilla. Për më tepër që ne kemi ndërtuar duke bashkëjetuar godina e re me godinën e vjetër, ne nuk është se e fshim të gjithën dhe e ndërtuam të re nga dosjet fillimi çështjeve etj. Ato kanë qenë në proces dhe natyrisht është një lloj dëmi kolateral që do ta vuajë shoqëria për disa vjet, por ama një gjë është që kemi përfituar nga kjo atë që është shumë e rëndësishme, cilësinë e dhënies së drejtësisë, barazin para ligjit. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Jeni një ndër autorët e reformës në drejtësi, nëse rizgjidheni në Parlamentin shqiptar, mendoni që do ta vazhdoni këtë projekt? Absolutisht po. Kjo ka qenë kauza e jetësime politike edhe personale, edhe për shkak të formimit tim, po edhe për shkak të asaj çfarë unë kam bërë në karrierën time politike, këtë mund ta konsideroj kauzën time kryesore, të cilës i jam përkushtuar me të gjithë dijet dhe energjitë e mia gjatë gjithë karrierës politike. Kjo ka qenë fokusi ose më saktë çështja ku unë kam shpenzuar gjithë energjitë e mia dhe jam i lumtur që ja ka vlerëtur në rastin konkret, sidomos me reformën në drejtësi. Por, siç thash dhe siç e konstatuat dhe ju, ai nuk është ende një proces i mbyllur, nuk mund të konsiderohet të tillë, por është në fazën e konsolidimit të tij. Kërkon gjithmonë ratifikim. Jo, ka gjëra që ne ndoshta nuk e kishim parashikuar që do të kishte disa efekte anësore që për shkak të zhvillimeve të brendshme ose për shkak të realitetit. Se kishim menduar që do kishte kaq shumë korruptuar kur e para kur bëve tingu nuk kishim menduar, ne kishim menduar rreth 25-30% maksimumi, nuk e besonim që mund të vinte deri në 50% e njerëzve të fshinte vetingu nga sistemi. Dhe kjo ishte një papritur e madhe. Po ja qita, më fal, qita. Po përveç kësaj, nuk ka ligj perfekt. Nuk ka ligj perfekt, nuk mund të ndërtosh, sepse nuk janë marrëdhënie shoqërore perfekt. Dhe ligji nuk mund të jetë bërë në tavolinë, po ka një diferencë midis asaj që shkruhet në tavolinë dhe asaj që përballet me jetën, me realitetin shoqëror. Dhe në këtë përballje lindin dhe kupton që ka diçka që duhet rregulluar, ka diçka që duhet përmirësuar dhe që ose që duhet reflektuar. Dhe ne pikërisht jemi në këtë moment, vitin që vjen bën 10 vjet nga miratimi i paketës kushtetuese dhe ne kemi detyrimin të shohim çfarë ka shkuar mirë, çfarë nuk ka shkuar mirë, çfarë ka nevojë të përmirësohet. Dhe prandaj ky mandat është i rëndësishëm edhe nga kjo pikpamje dhe unë besoj që nëse bëhet ky ajustim ose si më them kjo ndryrje e rëndësishme për cilën ne kemi filluar të proces përmes një procesi konsultimit gjerë me profesionistët dhe me ekspertizën e nevojshme ndërkombëtare, sepse pavarësisht se unë besoj që ne kemi kapacitet
tona të brendshme për ta bërë një gjë të tillë, atëherë ne do t'i japim një impuls të ri, një reformës në drejtësi dhe vetë institucioneve të reja të drejtësisë. Prandaj ky mandat edhe për këtë gjë është shumë i rëndësishëm. E kuptoj. Ndoshta do duhet një emisioni tërë për këtë në fakt në të ardhmen, po, në mbas zgjedhjeve. E bëj me shumë dëshirë. Do fokusohemi sepse unë kam shumë pyetje, kam edhe shumë dyshime, kam edhe shumë vrejtje, disa vrejtje në fakt për këtë. Po mos e kishit ju këto, unë do shqetësohesh shumë. Okej. Shiko, e di që më ka bërë përshtypje në programin tuaj, zoti Xhallaji. Se edhe drejtësia nuk është lulja mos më prek. Dhe është gabim nga njerë, kur ne e trajtojmë si tillë, i bëjmë një dëm shumë të madh. Dhe kjo është një nga gjërat që mua më shqetëson. Shikoni ju që ne sot kemi pak mendim kritik në drejtësi. Gjeni ju njerëz të drejtësisë që të shkruajnë për vetë drejtësinë. Jo, kemi shumë më pak. Kemi shumë më pak edhe botime që lidhen me kritikën brenda drejtësisë. Pra, si çdo fushë tjetër e jetës shoqërore do duhet të kishte një debat të tillë. Ne nuk e kemi. S'ka asgjë të keqe, s'ka asgjë gjë pozitive ta kemi. Jo, kam idenë që shumë prej tyre njerëzve të drejtësisë në një farë mënyrë i trëmben bullizmit, rrjetit bullizmit të reagimit të shoqërisë, sepse juve e keni parë vetë, e keni hequr në kurriz vetë. Absolutisht po. Do me thënë fillojnë të gërmojnë, të shikojnë, ne ndjem vetë të medias, do me thënë futen në... Jam shumë. Dhe media ka pasur dhe ka një pjesë, ka një rol negativ në këtë aspekt. Pa diskutim që ka rol negativ. Mund të kishte kontribuar shumë mirë. Ashtu gjatë reformës në drejtësi dhe tashti një pjesë e mirë e medias, e gazetarëve, e opinionistëve janë duke e ndikuar pozitivisht, janë duke e ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe është rasti për të shprehur mirënjohjen të gjithë tyre që po e bëjnë këtë mision në funksion të një misioni shumë të madh shoqëror siç është drejtësia dhe barazia para ligjit. Pa diskutim që është, unë mendoj që është një detyrë e medias, por është një bisedë po aq e gjatë sa kjo për drejtësinë, sepse ndoshta duhet bërë një çik edhe vettingu në media për të parë se si lulëzojnë gjithë këto media, por spekulohet shumë pastaj me jo liria e shtypit të tjera. Gjithsesi do kemi rast të bëjmë prapë një emision, sepse juve jeni një ndër autorët e reformës në drejtësi, një ndër mbrojtësit e kësaj reforme në drejtësi, për cilin keni marrë edhe kosto, pa diskutim, pozitive dhe negative. Unë shpresoj që... Ai shumë sa kur i mendoj... Ka momente si çdo një tjetër. Që thonë më mos e kisha hyrë. Po, ka momente, por përgjithsisht i gjithë meditimi përfundon i avlente. Ashtu mendoj edhe unë, në fund të llogarive. Duke menduar që bëm një reformë të plepave, është akoma. Se në jetë, dhe sidomos në politik, mund qëllosh të jesh udhëtar, po mund të jesh dhe luftëtar. Është zgjedhje. Mund të jesh një karton, po mund të jesh dhe një person. Unë kam zgjedhur që të bëj luftëtarin dhe të jem person në politikë. Dhe kjo natyrisht ka kost. Amerikanët e kanë një shqip më të egër, të zgjedhë thjesht Luan ose Dele. Okej. Ti ke zgjedhë Luanën. Bota e kafshëve është shumë e zhvilluar në këtë vend, kështu që e evitova. Është edhe në qendër fushatës kjo pjesa me shpend me kafshë dhe po e heq.